Ky është versioni i ri që ne do nxjerrim së shpejti. Nuk do quhej Patogo, në fillim do quhet Toka. E bukur e kësaj është që kjo nuk shton çmim. Çka tjetër për do jetë surprizë? Ja dola, jo. Head scooper. Do të kraj 5 metra në natës. Jo, 500 euro. Cash. Përshëndetje sërish miq të Paspagut, ja ku jemi prapë këtu bashkë dhe nëse mendoni që unë ju braktisam, lejoni t'ju them që e keni plotësisht gabim. Thjesht fillova të ndjek një nga trendet e 2026-s, e cila është ghosting, ku ti zhdukesh dhe shikon se sa njerëzit interesohen për ty. Por kuptova që askujt nuk është si realisht ndërmend për mua, përveç babit që më pyeti për kodin e e-Albanias. Tani që edhe unë mos zgjatem shumë pasi këtu më kanë thënë nga regjia. Mos harroni ta bëni subscribe YouTube, follow në gjitha platformat tona si Facebook, Instagram, TikTok dhe gjithandej. Kurse sot do xhirojmë për Patogo, një nga aplikacionet që gjithë ju e njihni, por përveç shërbimit taksive që ka Patogo, do t'rregojmë edhe gjitha shërbimet e tjera që ju mund keni me anë Patogos. Tani do porosisim taksin në këto momente dhe do takojmë edhe CEO-n e kompanisë Arbër Kadin. Kështu që Arbër na prit se po vim drejt teje me shpejtësi si këtë javë. Lehtësia që ti mund të kesh me Patogun për të rezervuar një taksi është e mrekullueshme. Domethënë ti vendos lokacionin ku ndodhesh, vendos edhe lokacionin ku do të arrish, të shfaqen taksit, nëse ti do taksi prestige ose taksi më ekonomike, dalin automatikisht çmimet, ti e konfirmon si rrugë dhe taksia vjen eksaktësisht aty ku je ti. Kështu që bashkë do ndjekim se si do na vidhen ne taksiat dhe të shkojmë drejt zyrave të Patogut dhe të takojmë Arbër Kadin. Ja, dhe taksia erdhi eksaktësisht kur kishim dhe në lokacionin, kështu që hypim drejt dhe në taksi dhe nisemi për të takuar Arbrin. Pasi morëm shërbimin e parë nga Patogo, cili ishte taksia, tu tani jemi në ambientet dhe zyrat e Patogos, ku ne do takojmë edhe CEO-n e Patogos, Arbër Kadin, ku do na tregoj akoma dhe më shumë se si funksionon Patogo dhe shërbimet e tjera që Patogo ka. Synimin që ka Patogo, ku do të arrijë dhe disa sekretet vogla që Arbri do i tregoj vetëm për ne. Kështu që na ndiqni. Jam në fund, jam dhe me CEO-n e kompanisë së Patogos, Arbër, ishte gjeta. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që na prit deri. Kështu që para se të zbulojmë këto sekretet që ka Patogo dhe gjitha shërbimet që ofron Patogo, do ta bësh një gujtje që gjithë ky ambienti më rregullueshëm, se çka goxha rinori. Me shumë qejf. Po, ky është standard i kompanive teknologjike në gjithë botën. Tani kjo nuk është e gjitha jona. Sa staf ka Patogo, Arbër? Ne ndryshojmë në momentet caktuara, maksimumi që kemi vajtur ka qenë 25, duke pasur njerëz që kanë punuar që nga Kairo në Frankfurt, pastaj në Texas edhe në Kanada, më së shumti në Shqipëri me diku te 11 deri në 18 veta në varësi të nevojave, por kemi edhe staf ekstra që nuk shifet, duke marrë shërbime nga partnerë të ndryshëm, jo marketing, jo këshillime të ndryshme ligjore, këshillime financiare, çfarë do tjetër. Pra është goxha një staf i madh, le të themi, që bën një punë në background që ndoshta edhe nuk duket, por që realisht puna është goxha intensive dhe absolutisht. Miq, tani fillimisht Patogo dhe të jem plotësisht sinqert, Arbër, kur e kam gjumë fillim unë, mendoja që ishte vetëm aplikacion për taksi. Le të themi që as mos them vetëm për taksi, mendoja që ishte kompani taksish, por që unë duke qenë se jam përdorues i hershëm i Patogos, e kam kuptuar që Patogo po ofron akoma dhe më shumë shërbime përveç pjesës së taksive, ku ju mund të rezervoni dhe të provoni eksperjenca nga më të ndryshme ato që ju keni dëshirë dhe të përjetoni. Kështu që Arbër do na jap akoma dhe më shumë detaje rreth Patogos dhe gjitha këto shërbime që besoj do i provojmë edhe me bukur ndërkohë që ecim, është njerëzit fillim mendonin se ishim nga Lezhë. Nga Laguna Patogo. Sa mendonin se kishim lidhje me atë restorant në Laguna Patogo. Dhe pastaj mendonin se ishte pjesa e taksisë shtëpitit, ti je një nga përdoruesit e vjetër tanë, se unë e mbaj mend se unë kam ndërvepruar me gjithë përdoruesit dhe shoferët e parë tanë.
Tani arbër këtu jemi në një nga ambientet dhe zyrat që Patogo përdor dhe ka akses e themi për të fushë shërbimit tek njerëzit. Tani pyetja kryesore që duan din gjithë si lindi ideja për të krijuar Patogon dhe si u prit në fillim, ishte vështirë? Se po më duket sikur prek. Fjala vështirësi na sugjeron që nga dita e parë. Nuk ka ndryshuar vështirësia, thjesht ka ndryshuar lloji i vështirësisë. Sepse të bësh teknologji në përgjithësi me mënyrën se si bota po evoluon gjithkohës, në mënyrën se si tregu shqiptar është kompleks, në mënyrën se do të konkurrosh me ato që janë kompani ekzistuese, format shërbimit, mendësitë që ka njerëzit e tjerë, pra vështirësia është gjithmonë aty. Po si gjenezë e idesë fillestare, ne donim bënin diçka që ishte demokratizuese, pra të gjenim mënyrën për të facilituar, për ta bërë më thjesht jetën e përdoruesve tanë dhe të dy anët të tregut, pra ata që ofrojnë shërbimin dhe ata që e kërkojnë shërbimin nëpërmjet teknologjisë. Kështu që thamë si fillim do bëjmë diçka si Patogo, pra e dinim vizionin, e dinim që do të tonim një platformë që jep mundësi në përditshmëri të zgjidhë hallet e tua ose nevojat e tua, se halli është një term që spekullohet Shqipëri, që nuk e di më do zgjidhë nevojat. Dikush mund të ketë hall për lek, nuk besoj që Patogo do ofroj. Po, me influencer, Ja që do dalim edhe më vonë aty, kështu që mos ikni. Jo, është e bukur sepse ky koncepti për të zgjidhë nevojat për të fituar para, ne në një farë mënyrë kemi zgjidhur. Pra, çdo person që ka një taksi sot e bën këtë gjë. Një person që ka një motor dhe do të bëjë shërbimet e shpërndarjes mund ta bëjë këtë gjë. Një person që ka një biznes të vogël mund të futet dhe të gjenerojë para. Pra, ne bëhemi midis tonjës apo sekseri tradicional në formë digjitale. Pra, ti shkon te sekseri se i beson që ai njeh, hap dyert e këto janë të gjithë shërbime të ndryshme. Pra, ne çka kemi bërë është që kemi vajtur nga logjika tipike që ka njerëz që kanë një aplikacion për një shërbim, pra vetëm për taksit ose siç është Airbnb-a, vetëm për të marrë dhoma me qera, ne kemi thënë, jo vetëm dhoma me qera, po nëse influencer mund të bësh para, nëse një biznes do të ofrosh një mekanizëm për loyalty, pra për besnikërinë, e ndërton në Patogo. Nëse do të ofrosh shërbime ke këtu, makina me qera, pastrimin, edhe helikopter nëse do më vetë me maturën si boss. Ishte mirë. Se mi habit sa shumë maturam të duan ta vërtetë. Ose nëse do të kesh eksperiencë, pra të gjitha këto elemente janë synon të shtoj shërbime Patogo gjithmonë. Pra, ky është versioni i ri që ne do nxjerrim së shpejti, ku do kemi gjëra si lajmet, do kemi mundësi për video, chatin, duam që të ofrojmë transferta me autobus dhe gjëra të tjera. Pra, çfarë është përditshmëria ose si janë mësuar njerëzit ta bëjnë në terma të kuptueshëm, si është Google Maps për shembull, ose Google-i, ku njerëzit kërkojnë informacion ose shërbime, ti gjen aty. Diferenca që kemi ne nga Google Maps-i me Patogon është që ti rezervon brenda Patogos. Jo vetëm aq, po vazhdon e gjurmon e curinë tënde aty. Pra, nëse ti te Quest për shembull, te sfidat, do të bësh shumë rezervime, Patogo do të thej faleminderit që bën ka shumë rezervime, ja ku i ke ca Togo për të marrë ulje ose për ta përfituar falas shërbimit. Tani me Patogo ti mund të paguash me cash, mund të paguash me kartë, mund të paguash dhe me Togo. Tani çfarë është Togo? Çfarë është Togo? Ne di çfarë është Togo, po. Jo, ta shpjegoj Arbu. Atë historia. Nuk do quhej Patogo, në fillim do quhej Togo. Okej. Por ne vajtëm për ta bler domenin dhe ishte $450,000, togo.com. Okej. Do të ekstrem. Nuk duken shumë të drejtë, nuk e di pse pas keni neglizhu si pagesë. Ishte ekstrem. Patogo ishte më lirë? U rikthyem pa Patogo.com ishte më lirë. U rikthyem dhe vendosëm edhe po donim ta mbanim fjalën Togo. Jo vetëm si fjalë, po edhe si mekanizëm. Pra, mekanizëm shpërblyes për ata që marrin pjesë dhe e përdorin në mënyrë eficiente dhe janë partner më të mirë. Togo është një, më le të themi, nuk është monedë digjitale, është sistem pikësh, po është sistem pikësh ku benefitesh. Mund të paguash me ato dhe të kursesh le të themi troç para. Po, mund të operosh falas, po të marrësh shërbime falas. Pafund, në rast se ti ke Togo mjaftueshëm dhe mund të paguash me Togo dhe më shumë se 40-50% e gjithë volumit tregtar që ne gjenerojmë shkon për të dhënë rrugë falas ose benefite falas përdoruesve tanë. Kështu që Togo është një mekanizëm për ata që e kanë kuptuar për
të marrë shërbime falas ose edhe për t'u ndjerë të vlerësuar, jo vetëm nga niveli i shërbimit, po edhe nga patoko që thotë faleminderit që jemi. Dikush e gjon këtë dhe normalisht i lin pyetja, si mund t'i fitojmë këto tokë? Shumë mënyra. Ne bëjmë partneritete ndryshme, për shembull, nuk e di nëse më lejohet të përmend ca emra tregtarësh që kemi bërë një bashkëpunim me Ereja, që është një institucion financiar që bën procesimet e manegramit, ku çdo person që krijonte një llogari nëpërmjet referimit të patokës merrte deri në 600 lek toko. Bëm një bashkëpunim me Jetbankun, ku çdo person që vendose në listën e pritjes fitonte deri në 500 toko në moment, vetëm kaq. Dhe pastaj në mënyrë të vazhdueshme kemi mundësi tek influenceri, që është një seksion ku ti mund bësh video dhe nëse videot i përshtaten logjikës që ne kemi thënë atyre që do të bëjnë video postime etj. Atëherë marrin nga 50 lek toko deri në 500 euro në total për videon që prodhojnë. Gjithmonë flasim tokë. Jo, 500 euro janë cash. 500 euro cash. 500 euro cash. Okej. Dhe pastaj tek questet. Besoj edhe me pjesën e referimeve mund fitosh tokë. Tek referimet është në mënyrë konstante. Mund t'i përdorni edhe këto facilitete që ofron Patogo. Po aty kemi ndërtuar për shembull te sfidat, hape aplikacionin çdo ditë për 20 ditë, në krye të 20 ditëve me 50 tokë. Bëj 5 rrugë me toko, fiton prap toko. Bëj 10 rrugë, bën 100 rrugë, fiton deri 20.000 lek toko prap falas. Edhe pse i ke përdorur tokët, prap fiton toko falas se e përdor. Edhe nëse hap aplikacionin çdo ditë, edhe nëse hap aplikacionin për ditë, fiton toko. Ne duam të bëhemi aplikacionin më shpërblyes, jo vetëm në nivel cilësia shërbimi teknologjie, por edhe në shpërndarje të asaj që ne quajmë vlerë që na japin edhe përdoruesit, edhe tregtarët. Përdoruesin që ti ke edhe atë syndimin që themi ta shpërblesh deri diku të japësh diçka. I themi faleminderit çdo personi që ndërvepron me ne. Kështu që miq, tani ne thamë që Patogo ishte pjesa e taksive në fillim, por siç e thënë kemi disa shërbime dhe facilitete tjera që Patogo i ofron dhe ne i prekem disi tani që diskutuam, por që besoj është më mirë që t'i vëmë edhe në praktikë, që njerëzit ta shohin se sa aktivitete ndryshme ne mund bëjmë me Patogon. Por që nuk e di, do nisim me restorantin apo? E nisim me restorantin. Po marri çik bukur. Jo, mirë me kohë. Apo jam gabim. Nuk e di, kemi në një restorant mirë apo? Jo, në Patogo i gjen gjithë mënyrat për të rezervuar që po ta le ty ndorësh edhe për rezervimin. Do të sugjerojmë bazë diçka, por para se të shkojmë aty, sepse ne shqiptarët për rizikën e që vetëm me honë. Unë ja duket që besoj. Jo, jemi. Besoj që janë disa aspekte që është shumë e rëndësishme për njerëzit që të kenë mundësi për shumë çfarë bëjnë me kohën e tyre, ose duan të vazhdojnë mobilitetin se i pëlqen se si Patogo ja zgjidh hallin e gjetjes taksis, si e gjen makinën me qira. Ta shkojmë diku tjetër si ta argëtojmë edhe, dhe pastaj kur ti kena bëu këto gjëra, e argëtimin të shkojmë të bashkët. Ti jem kështu gati të shkësh gati tamam. Okej, super. Tani edhe sot që mendova që do ta kem thjesht, do shkoj kështu të jem relax, çdo gjë nga aplikacioni, edhe këtu do has sa vështirësi sepse do mlodhi arbri, ne do nisim i drejt aktivitetit të parë që e bëjmë anë Patogës, që është zipline apo jo. Okej, ushqimi, jo më shumë kur teori, okej. Tani, çfarë do bëjmë është ne tipikisht shkojmë me makinat me taksi, okay? Taksia në kontekstin lokal, për atë qytetit shumë mirë. Por edhe për distancat largë, por akoma më thjesht kur ke liri të plot siç është ndërtuar makina. Pra makina ka më shumë kuptim kur ti bën distancat largë. Tani ne do shkojmë te zipline, do shkojmë të bëjmë aktivitete të tjera. Edhe do të tregoj një funksion ekstra që ka Patogo që është super. Siç të vjen taksia për shkak do na vi makina me qira këtu. Ne kemi makinë me qira që e kemi rezervuar në Patogo, edhe do të vi aty ku ti e ke kërkuar. Si mret. Si mret. Siç e duan shqiptarët. Apo si mret. Makina na erdhi. Vjen vetë si taksia. Kështu që nisemi drejt zipline-it. Po, me mobilitetin jemi gjithkohës kontroll total. Atje tek zipline. Po kjo është një zgjidhje tjetër, Renato, që ne kemi dhënë përdoruesve tanë. Pra mundësinë që një shërbim tjetër, siç është liria për të udhëtuar, pra mobiliteti, të jetë në dorën e tyre shumë thjesht. Pra rezervon makinën, vjen aty ose shkon e merr ti, paguan me kartë, zgjedh çfarë makine do. Besoj Patogo të jek këto edhe se ne shqiptarë jemi mësuar pyet një rob tjetër, edhe kjo teknika sikur merr fund me Patogon. Ti zgjedh shërbimin që do edhe e ke shumë thjesht. E ke vonë diçka transparente si thosh. Fiks gishtin aty te ajo që duam zgjidhen ne. Pra në përgjithësi duam që ti besojmë dikujt. Pra që kemi një rob besueshëm. Sepse
Ndërsa këtë transparencën besoj e ka edhe Patogu që ta tregon kaç është, kaç kushton për çdo lloj shërbimi që ti dëshiron të marrë. Kur do taksi e gjen shumë shpejt, po gjetë taksin shumë shpejt, shumë njerëz nuk kanë qejf ta marrin makinën, se parkingu është i shtrenjtë. Kalkulimi nafta është e shtrenjtë. Liria që ti do të kesh se mund të jesh ku diun një person që në punë ku diun, nuk do që të humbasë shkollë. Taksia të marrë shumë shpejt. Në një mënyrë, nëse ti e ke llogaritur dhe ke zgjidhur mobilitetin në këtë mënyrë, shko pastaj te makina me qera. Pra, pse duhet blesh makinë? Se një makinë sa do e mirë si kjo, për shembull, mund të bëj 20-30.000 euro ose edhe më shumë. Atëherë, nëse ti makinën e përdor dhe ky është fakt shumë interesant. Një makinë që nuk është makinë pune, pra siç është taksi, autobusi apo të tjerë, përdoret vetëm 5% jetës vet. Vetëm 5%. Atëherë pse duhet bësh një shpenzim 40.000, 50.000, 60.000 euro për të marrë një makinë kur mund ta kesh thjesht ka deli rentall apo një nga këto partnerët që kemi në këtë afat. Dhe megjithatë zgjedhëm modelin që dëshiroj kështu. Dhe nuk mërzitet, Pra, në këto lloj kushtesh është vizioni jonë e një gjë që si edhe ta ndrosh makinën. Po. Sa herë që ti ke dëshirë, kështu që një nga shërbimet e tjera që ne hasim Patogu dhe që domethënë më ka ndihmuar është edhe çështja e pastrimit. Pa. Sepse edhe duhem kështu si i rregullt pastërtor. Kështu që unë nuk e kam këtë sekret me të tjerë, po tash do të ndajmë së bashku që ta dinë edhe të tjerë që do ti mund të marrësh edhe pjesën e shërbimit pastrimit të ambientit, punës besoj edhe dhe shtëpisë, edhe Këtu jemi tani dhe zipline, një nga aktivitetet e para që do bëjmë me ndihmën e Patogus, kështu që duke qenë se këtu kishte vetëm një linë arbër, nuk është se bëjmë dot njëkohësisht të dy, kështu që do bësh do vi me ekipin. Unë do vi me ekipin, por shiftash, kjo është nga ëndrat e mia se unë ziplining kam shumë kohë që do ta bëj. Kam tentuar vende ndryshme të Evropës ta bëjmë, më bëu qefi pafund që ka ardhur në Shqipëri dhe kur erdhi i thash se gozi që merret me shitët duhet se s'mund të bëjmë partner. Okej, shumë i lumtur. Shumë afër me Tiranën, Petrel. Tani ty takon me bë këtë eksperiencë më thon mund si jo që kur ta bëre si vim në radhës tjetër. Do bëj se emisioni edhe është i imi. Kështu tani unë do bëjmë pjesë e aventurës me zipline, do i them edhe arbrit si ishte si eksperiencë, pse jo të vidhe me staffing, kështu që rezervimin e dim tani çfarë si është eksperjenca. Me Patogun, kështu që provojmë eksperiencën, shihemi atje në fund tani. Kështu që bye bashkë. Arbër më vjen keq. Ja, jemi. Bye. Hysja. Ti shega fish babër. Vajnan! Kjo pra mi që ishte një nga eksperiencat që provuam me zipline me anë Patogus, do provojmë edhe eksperiencat tjera, dështova, imagjinoj edhe tek pjesa e qepit, le mo tek ajo punës. Por që nuk e di, ndoshta mund të kemë sukses tek eksperiencët e tjera që do kemi me anë Patogus, kështu që na ndiqni aty sepse unë do takojmë tani me Arbrin dhe do dal prapë me Arbrin që t'i shpjegoj edhe se si ishte eksperienca me zipline. Miq, dashamir dhe shokë të Paspagut, eksperienca që ju mund të provoni me Patogun janë nga më të ndryshmet. Ne provuajmë zipline-in arbër herën e parë, do ta provova unë se ti nuk arrite dot. E provova nëpërmjet teje. Ti provove nëpërmjet meje, kështu që sot edhe arbri do bëhet pjesë e eksperiencës. Po sot s'le vetëm. Sot nuk do m'le vetëm, kështu që ne së bashku do shijojmë aventurat që do kalojmë. Përveç kësaj edhe diçka tjetër për do jetë surprizë, nuk po ja u themi që ja, mos e themi që kështu që mos ngurroni dhe rezervoni dhe ju aktivitetet e tuaja nëpërmjet Patogus, pasi ne do e shijojmë maksimum tani. Absolutisht. Tek këshill keti apo thjesht eja shijoje. Domethënë, kërkojmë Patogo, rezervoje, shijoje. Siguro që shijosh. Kaq. 3 pika, kështu që na ndiqni miq në Paspak. Tash jemi te pika e tretë. Jepi. Ikim. Një nga eksperiencat që duhet ta provoni me patjetër janë ato vët miq, kështu që tek Patogu do i keni edhe çmime dhe gjithçka, kështu që thjesht ejani dhe shijojeni. Kështu që Arsen.
Ki kujdes. When I see you again. Dështova dhe këtu. Gjiroja me motor dështova. Do ta bëj titullin e emisionit dështimet e Renatos. Ja ka fut kot fare sepse njerëzit kur vinë për kështu venesh vinë për aventurë. Tash po të po vetëm gjiro do flisë vetëm për motorën. Kështu do flasim për këtë shtëpi, për këtë fushë, Sa bukur është natyra. Dhe e bukur e kësaj është që kjo nuk shten çmim. I dikti. Po vinë edhe të na marrin me makinë. Helikopter pas. Helikopter. Që mund ta rezervosh Nga Patogut. Unë shpresoj do të shtu shërbimi karrotrecë për vezat. E kemi menu? Kjo është më bukur, po është Edison, është i çun që ka ja i vit që na thotë amon si dhe kemi thonë që po thjesht si ka ardhur radha. Pasi provuam eksperiencën me ATV, si që thash kemi edhe një surprizë për mu, domethënë nuk e di sa do jetë surprizë për ju, por që do bëjmë edhe një guid vogël këtu me kal. Tani që duhet ta rezervoni tek Patogu, nuk është se kam nevojë t'ja u përsëris më, por futuni aty dhe zgjidhni shërbimin që dëshironi të keni ose eksperiencë aventura nga më të ndryshme. Tu do provoj prapë unë sepse kishin 2 kuaj, në fakt, po Arbri nuk e ka guximin dhe unë e kam, dhe mbi gjitha është prapë emisioni im dhe normalisht që unë do bëj gjiro. Kështu që na ndiqni. Tani duke qenë se ne nuk e kemi dot edhe atë eksperiencën e duhur për të marrë një kal dhe për të zhduk siç i kemi me motora, këtu është vetëm një pjesë e vogël ku ju mund të praktikoni ndoshta kalin për herë të parë dhe në rast se ju keni dëshirë normalisht bëhet edhe pjesa e guides që ju mund bëni një shëtitje me kal dhe të shikoni edhe pjesën e natyrës aty për jashtë, ta shijoni me personat tuaj dashur dhe thjesht ejani dhe mos e zgjasni. Renato, më në fund, u bo realitet dëshira dhe për të hëngër. Se unë me atë e fillova, me ushqimin. Jo, unë e di, nga që çunat janë super shefe, dhe ne kemi po super thjesht që rezervon direkt dhe këtu te Oliveta, kuzhinë greke, po mund çonim edhe gjë tjetër, mos ishim ne gjë. Jemi okay, Ballkanas. Ballkanas, okay. Erdhë këtu që shpresoj që nga gjitha eksperiencat kesh bë. Fantastike, gjë ishte fantastike, kështu jemi bë edhe zhul sot. Ja dole foto po do të zhul. Por që unë jem pasi të marrim të darkën le të themi tash, mund të duhet vi sërish tek zyra jote sepse ka marrë një lente. Kështu që do marr dhe lente. Si të kangele do shkojmë do lëmë pa hëngër. Jo, do. Jo. Ne do ham, të rezervosh Patogo. Okej. Do të vi ose makinë ose motor, dhe marrë aty ku e ke lëndë dhe do ta sjellë këtu direkt. Edhe ky është facilitet shumë i thjeshtë i Patogos. Kështu që për gjithë ju që ndoshta keni dëshirë që të bëni edhe dërgesa nga një pikën B, lehtësisht mund ta bëni me Patogun dhe ta çoni porosin aty ku dëshironi ju. Kështu që para se të ulemi Arbër, unë desha dhe të falenderoj për gjithë këtë eksperiencë mrekullueshme edhe për gjithë këtë punë mrekullueshme që ke bërë sinqerisht me Patogut edhe ta uroj me zemër që ta çosh sa më para dhe me shërbime akoma më shumë që njerëzit i kenë këto facilitete dhe ti shijojnë në fundit. Shumë faleminderit dhe ju, shpresoj që të përdorësh kodin pas pak, që të marrësh tokën dhe ti që të thosh falas si dhe gjithë. Do kem kodin pas pak të Patogut. Okej. Do të jap edhe përçafimin. Shumë faleminderit, hajde se quhet. Arrosh. Kështu që ju miq, do hami që tani ju miq mos harroni të na ndiqni në të gjitha platformat tona, na bëni subscribe edhe në YouTube edhe shihemi pas pak në episodin e radhës. Faleminderit. Arbër, ikim. Arbër, para se të na vi makina. Po. Ti pagun me Togo apo me lek? E di kush më bukur? Asnjëherë s'kam pagu me Togo. Zero. Linjen. Kam gjitha do Togo nga referimet, po vetë që të trisë kom pagohë. I shet Togut? I shes. Me qpim të arsyshe. E jap influencerve që din me punu që që po deshe. Faleminderit. Makina ondrave ka të qenë kjo për mu, po
Ta shova di me Korkazoni more, ka këtu më duket. Këtë tu. Okej. Ovvio. Ide ime do ishte nuse me letra për shembull. Nuse me letra. Dikush që futet aty, zgjedh çfarë nuse do për shembull. Okej. Amerikane. Okej. Zviceriane. Stas më thënë në proces legalizimi. Okej. Dhe se cila ka çmimin, e kupton? Se që të kesh letrat amerikane ka kurso tjetër. U ktheva, jo, nuk ktheva. U ktheva. Ja dola. Jo, të vitin të tjetër. Ngeca. Na fal. Nga që nuk kisha mbajt kamën drejt, ne kam ngel ul dhe jam bloku këtu. Domethënë, nuk e di. Domethënë, ekipi i shpëtimit po vjen të më shpëtoj. Po më tërheqin si makinat ku ngelin në rrugë. Sa po mora një certifikat që tregon se si dështova edhe në zipline, kështu që Ky mund jetë edhe gjërimi i funit me ty, Arsen. Kështu që le të jetë kujtimi i bukur. Një sekond, se mu po më fiket. Ka për temat e marrë, se a lujtje dhe i pares. Duhet me i bokti në një profil specifik për gjonat që i nodhen, se qa po të rego. Do ndryshoj dështimet e Renatës. S'ke përse të bëj patokën për të. A mund të pote me lonë si shërbim patokën, dhe se do një shërbimin e Renato. Ikni, ka që pa të fadim. Të njerës të humbur më gjeni. Hec Cooper. Cooper. Biri pa komë. Mos u bëj. Cooper i hec. Si kisha ato, të kish syzet, kisha bëj fotot bukur, se më theti hiqi për gjërime. Po nuk thash që thash mbaj, po ju ku të balli. Pa të lutem shumë, më Lil. Ore ti. Nuk jam fare rahat kur gjëroj me ty. Se merë... E mori. Na ka rreziku jetën Lila sot. Se ju nuk e dini, po ky djali këtu mbrapa me si bi. Para me mbrapa. Jo, se mbrapa ju shi bi keq. Dhe vlis, do bëjmë kujtet e si? Gjuna, thas është lot kali, thas e ka bën kujt. Pa i stafi që mërë.